Nëse personat më të rëndësishëm të ndërmjes janë gati, atëherë ftojmë klasën 12A të prirë nga kujdestari profesor Arvër Bytyqi. Klasën 12B të prirë nga profesor Parim Kosova. Vazhdojmë me klasën 12C të prirë nga profesoresh Shqipe Sharani. Vazhdojmë me klasën 12D të prirë nga profesor Migjen Baftijaj. Vazhdojmë me klasën e fundit 12E të prirë nga profesoresh Donjeta Braha. Ndërsa tani, për ta moderuar këtë ceremoni dhe këtë ngjarje, bashkëmoshatar për bashkëmoshatar, atëherë ftojmë Ildën dhe Edran. Të dashur mysafir, të dashur prindër, të dashur maturant, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në ceremoninë e diplomimit të gjeneratës 2024-2025 të Gjimnazit Loyola. Sonte jemi mbledhur për të festuar dhe shënuar një hap të rëndësishëm për ne, maturantët, që jemi të bindur që të na mbetet të kujtim për gjithmonë. Një përshëndetje të veçantë për profesor doktor Besnik Krasniqi, i cili, pas propozimit të udhëheqësisë së shkollës, pranoi të jetë falës frymëzues për maturantët e shkollës sonë, për çka edhe falenderojmë shumë dhe ju urojmë mirëseardhjen në kampusin e Loyola Gymnasium. Ftojmë drejtorin e Gjimnazit Loyola, profesor Blerant Koshi, të i drejtohet maturantëve me një fjalim të tij. Të dashur maturant, prindër, kolegë, sonte në këndmbrëmje të qetë, kur nata e mbulon tokën me vellën e saj të errët dhe çdo dritë merr një kuptim më të thellë, të mbledhur për të festuar një moment që ndriçon zemrat tona. Dhe çfarë? Se nuk ka stilje. Ja nisë pi fillimit. Apo në ne. Të nderuar prindër, të nderuar kolegë, të dashur maturant. Sonte është një natë që na mbush me emocione të gjitha. Të gjithë ju keni kaluar përmes shumë sfidave. Gjatë rrugtimit keni pasur ditë të vështira, ndoshta edhe ditë këqije, por besoj që më shumë të mira. Dua të përmendin një natë
natën e 7 majit, kur është mbajt barbecue party, pikërisht në amfiteatër, diku ka ora 9:03, ja pa të njës me lëshu fenert ka qielli. Edhe pse qielli ishte i mbushur me dritë dhe pamja ke super magjike, unë si drejtor instinktivisht, shkova më rapa tjetë që mos po kallet diçka, edhe tu e diskutu këtë me disa kolegë tjerë, mu afru një xhans, emrin e të cilit dua ta mbaj konfidencial, Alpi Rasa e 12 e Klin. E pa që unë nuk përshoj momentin edhe më tha, prof, tha, a bën një pyetje më ta bu. A knaqesh ti me najsen? Po i përgjigjem sonte Alpit dhe gjithë tjerëve, që unë knaqem kur ju shoh sa ambicios jeni, unë knaqem kur ju shoh sa të përkushtuar jeni, dhe do të knaqem edhe më shumë kur do t'i shoh arritjet dhe sukseset tuaja. Ashtu si fenerët që ndriquan atë natë, edhe ju keni ndriquar shkollën tonë gjatë këtyre viteve. Tani do të lexoj një letër shkruar nga një profesor, profesori i Tikut, profesori Blerand. Drejtori me siguri i ka përmendur fenerët dhe ju ka krahasuar me ta. Po ndoshta i ka harruar diçka. Fenerët pas një kohë shuhen. Për mua ju nuk jeni fener. Ju jeni yje dhe yjet nuk shuhen me miliona e triliona vite. Unë besoj se drita e suksesit tuaj nuk do të shuhet kurrë. Fjalimin e nisa me disa vargje, vetëm për t'ju përkujtuar se asnjëri prej jush nuk ka nevojë të bëjë diçka që duhet bërë, apo të tentoj të bëjë si dikush tjetër. Thjesht jeni vetvetja, mos kopjoni askënd. Ju jeni mjaftueshëm të mirë për çkado që vendosni të bëni. Vetëm vazhdoni e punoni kudo që do t'jeni. Urime për gjithçka që keni arritur dhe suksese në çdo hap të rrugtimit tuaj. Dankeschön. Me suksesin e saj të treguar në mësime, si dhe nominimin për bursën prestigjioze gjermane DAAD, Kliana dëshmoi se përkushtimi dhe guximi një ditë shpaguhen. Andaj, siç e do rendi, ftojmë nxënësin e gjeneratës Klia Veliu të na drejtojë me një fjalim të saj. Thunë se emrat mbartin mbi vete histori. Secili nga emrat tonë jehën me ëndrat e familjeve tona, shpresat e shoqërive tona, por edhe me premtimet që i bën vetes në heshtje, kur askush nuk po shikonte. Në këto korridore, emrat tonë u bën histori të rritjes, që formuan nga të qeshura që dëgjoheshin pas çdo zileje, dhe momentet e vogla të panumërta që shndërruan disa fëmijë që nuk njiheshin në miq për jetë. Koha jonë këtu ka qenë një mozaik i momenteve të paharrueshme, nga emocionet e ditës së parë deri te krenaria e saj së fundit. Kemi ndarë lot gëzimi e hidhërimi, fitore të vogla që ndjeshin si të mëdha, dhe shoqëri të papritura që na ndryshuan. Por në këtë mes kishte edhe vështirësi. Netët kur pesha për çmërive ishte shumë e rëndë. Ditë kur dyshonim vendin dhe rrugtimin tonë. Falë kësaj, zbuluam forcën tonë. Mësuam të mbështetemi të njëri tjetri dhe gjatëm kurajo edhe në vendet më të papritura. Tani, ndërsa presim të kalojmë jashtë atyre dyerve, i mbajmë atë me vete ato kujtime dhe mësime. Erdhja mund të jetë e pasigurt, por gjithashtu është plot shpresë dhe mundësi. Kemi bërë gabime, dhe sado që do të dëshironim, nuk mund ta kthejmë kohën për të rregulluar ato. Ora shkon vetëm në një drejtim, dhe ai drejtim është para. Kishte ditë kur hasja në pengesa. Pyesja veten nëse isha mjaftueshëm e mirë për të qëndruar këtu ku jam sot. Por me çdo pengesë, mësova të ngrihesha përsëri. Të dëgjoja me vëmendje dhe të vazhdoja të ecja përpara, edhe kur dukej e pamundur. Dhe ndërsa shikoj përreth tani,
e kuptoj se nuk isha kur vetëm në ato momente. Për këtë që jam unë sot, ka shumë njerëz nga të cilët jam inspiruar, e të cilëve u falenderohem. Si fillim falenderoj familjen time, e në veçanti prindërit dhe motrën time. Ata që besuan në mua çdo herë, ata që edhe në mendimet më të larta, kur nuk menduan se unë nuk mund të arrij atë që dua dhe të bëhem ajo që dua. Në pamundësi për t'i falenderuar të gjithë mosimdhënësit veçmas, falenderoj tërë stafin e Gjimnazit Loyola, që e bën këtë vend një shtëpi të dytë kaq të çmueshme. Falenderimi im i fundit, për më i veçantë, shkon për maturantët, të cilët sot po e dorëzojnë këtë titull. Për shoqërinë e sigurisht për klasën time. Ata të cilët i bën këto ditë më të durueshme. Ata të cilët më bënin të qeshja edhe kur nuk doja. Isha me fat të kaloja këto vite të jetës time me këta njerëz. Do ta përmbyll duke thënë se përfundimet nuk janë me të vërtet fundi diçkaje. Ato janë vetëm fillimet e një historie tjetër që më pret për të shkruar. Faleminderit. Universiteti Stanford ka publikuar së fundmi listën e 2% të shkencëtarëve më të cituar në disiplina të ndryshme. Ky rangim konsiderohet si më prestigjiozi në botë. Renditja e shkencëtarëve bëhet nga të dhënat bibliometrike të Scopusit. Në mesin e 2% të shkencëtarëve më të cituar në botë është sonte në mesin ton edhe kemi nderin që të ftojmë folësin frymëzues për gjeneratën ton, profesor Pesnik Krasniqi. Nderuar të pranishëm, dashur maturant, prindër, mësimdhënës, miq. Sot edhe unë po e ndij veten maturant bashkë me juve. Unë i takoj një gjenerate ku kohën kur ishim maturant ishte viti 1997. Për prindërit, familjarët e juaj është shumë e qartë çfarë kohë ka qenë. Sot jemi këtu në Prizrenin e bukur, në një natë të mrekullueshme si kjo, me shumë të ri që kanë ëndra dhe në një Kosovë të lirë që i mundson realizimin e këtyre ëndrave. Prandaj, nga çdo situatë e vështirë, njeriu mund të ngrihet me dije, me punë dhe me vullnet. Imagjinoni një situatë në moshën e juaj, kur realisht ëndra jonë ishte të ktheheshim në objekte shkollore, ndërsa ëndrat e juaja janë pa limit. Vetëm qielli është kufi, do thotë pa kufi ekzistojnë mundësi. Prandaj, dashur maturant, ju sot po festoni këtë ditë në liri me mundësi të shumta, po mos harroni se çdo brez ka sfidat e veta. Bota sot po përballet me ndryshime të mëdha, me ndryshime të shpejta teknologjike, me kriza politike, luftra, me pasiguri globale dhe gjithçka tjetër. Mirëpo, ju sot po festoni këtë ditë dhe asnjëherë më parë, asnjë brez nuk ka qenë më i lidhur, më informuar dhe më i aftë për të krijuar ndikimin edhe për të bërë diferencën. Pavarësisht çka dëshironi të bëni në të ardhmen, qoftë si përmarrës, mësues, shkencëtar, artist, me fjalë tjera njerëz të suksesshëm, mos kërkoni vetëm një punë, por një qëllim. Mos presni që dikush t'ju jap leje për të vepruar. Filloni tani për ta bërë ndryshimin. Është diskutuar shumë për çelësin e suksesit dhe parimet universale për sukses. Unë e bëj zakonisht me qenë si jam ligjeruesi i ndërmarrësisë dhe biznesit, e bëj një test me student. Dhe i pyes sa për juve, sa keni dëshirë t'jeni të suksesshëm. Gjithë e ngrisin dorën. Sa për juve kanë dëshirë të bëhen milioner. Gjithë e ngrisin dorën. Mirëpo, ajo që e bën diferencën është përkushtimi i juaj për t'i realizuar ëndrat e juaja.
jeta nuk i shpërblen vetëm dëshirat edhe ambicjet. Është gjithçka në rregull, është shumë fisnike të kemi ambicie. Jeta i shpërblen përpjekjet e juja dhe përkushtimin e juj për t'i arritur ato ambicje dhe për të arritur, për të përmbushur misionin që i keni dhënë vetës. Prandaj, nuk jam ndër ata që besoj verbëresht në konceptin e balansit jetë punë, diskutuat shumë, familja është shumë e rëndësishme, po besoni që sukseset më të mëdha në biznes, në shkencë, në art, në çdo fushë të jetës, kanë ardhur pikërisht nga njerëz që kanë kalu kohë të gjatë për kushtim, që kanë sakrifikuar për të ardhur deri te suksesi. Mos harroni se unë kam një porosi për ju që të guxoni edhe të dështoni madje. Dështimi është pjesë shumë e rëndësishme e mësimit. Ne jemi shoqëri konservative, mirëpo kemi nevojë që këtyre trive, juve, t'ju japim hapësirë për ta provuar veten. Sepse një fjalë e mençur thot, ai që nuk ka dështuar kur në jetë, nuk ka bërë mjaft përpjekje, nuk ka ndërmarr hapa, nuk ka ambicie shumë serioze, ose i ka ambicje të ulta. Prandaj guxoni të veproni, guxoni të dështoni, sepse mësoni dhe ngriheni përsëri. Unë ju uroj nga zemra, sepse jeni gjenerata 2025-ës, ju uroj një të ardhme të ndritur, të guximshme dhe me shumë dikem për ta bërë diferencën. Mirëpo, kam një porosi. Nga do që të shkoni, kur mos harroni vendlinjen e juaj. Shumë prej juve ambicjet do t'ju dërgojnë edhe në vende të ndryshme për të kërkuar dije, sukses në universitete në Kosovë, rajon, Evropë, Amerikë e gjithë ju. Megjithatë, mos harroni kur vendlinjen, mos harroni familjet e juaja, prindrit dhe kujdestarët e juaj, ata që kanë qëndru gjatë, zgjuar, pa gjumë, që ju ta bëni gjumin e qetë dhe që ju të jeni sot këtu ku jeni. Prandaj edhe një herë ju faleminderit shumë dhe ju uroj suksese, ju uroj shëndet, sepse me këtu ambicje, me këtë potencial që e kemni, tjera do të realizoni vetë. Urime! Fest! Qashtë? Shumë bukur, na keni zbukuru këtë mbrëmje ju e të ndriquar. Mbrëmjen e vazhdojmë duke i ftuar gjithë secilin nxënës nga secila klasë. Renditja apo ftesa do të bëhet prej nxënësve më të dalluar të klasës, pastaj vazhdohet me rend. Për ta bërë shpërndarjen e diplomave, dëftesave dhe lëvdatave, po e ftoj në podium drejtorin e shkollës dhe kujdestarin e klasës 12A, profesor Arbar Bytyqi. Vazhdojmë me klasën 12A, ftojmë Perla Kaçamaku, e cila në të njëjtën kohë shpërblet edhe me lëvdat për suksesin e saj më të lartë në klasë. Vazhdojmë me Ilda Bytyqi, e cila në të njëjtën kohë shpërblet për sjelljen e saj shembullore në klasë. Është kjo klasa 12A, zonja dhe zotrinj. Vazhdojmë për t'i ftuar nxënësit e klasës 12B. Parafrakisht të ftojmë kujdestarin profesor Parim Kosova. Shkojmë me renditje të njëjtë dhe i ftojmë për sukses të dalluar në klasë Eda Dida. Dhe vazhdojmë me
Keronea Kryeziu, e cila në të njëjtën kohë shpërblehet për sukses të dalluar në klasë. Vazhdojmë me Ariona Makica, e cila shpërblehet për sjelljen e saj shembullore në klasë. Përveç diplomës. Vazhdojmë me klasën 12C. Për të bërë shpërndarjen e diplomave dhe lëvdatave, ftojmë edhe kujdestaren profesoresh Shqite Shërani. Vazhdojmë njëjtë edhe me klasën 12C. Në fillim e ftojmë Ylza Gega, e cila në të njëjtën kohë shpërblehet edhe për suksesin e saj të dalluar në klasë. Vazhdojmë me Ylza Gorani, e cila në të njëjtën kohë shpërblehet për suksesin e saj të dalluar në klasë. Vazhdojmë me nxënësen e gjeneratës për të njëjtën kohë, Klea Veliu, e cila në të njëjtën kohë shpërblehet për suksesin e saj të dalluar në klasë. Ndërsa Hana Haliti shpërblehet për sjelljen e saj shembullore në klasë. Përveç diplomës. Vazhdojmë me klasën 12D dhe për të bërë shpërndarjen e diplomave dhe lëvdatave, ftojmë edhe kujdestarin, profesor Migjen Baftijaj. Vazhdojmë njëjtë edhe me 12D, më falni. Shkojmë me radhitje me nxënës të dalluar. Ftojmë Rea Kasapi, e cila në të njëjtën kohë shpërblehet për suksesin e saj të dalluar në klasë. Vazhdojmë me Enea Pazhari, e cila në të njëjtën kohë shpërblehet për suksesin e saj të dalluar në klasë. Vazhdojmë me Djelza Pietri, e cila shpërblehet për suksesin e saj të dalluar në klasë. Aron Shehu shpërblehet për suksesin e tij të dalluar në klasë. Ndërsa për sjellje të saj të dalluar në klasë, Eriola Shigjeqi. Vazhdojmë me klasën 12E dhe për të bërë shpërndarjen e diplomave dhe lëvdatave, ftojmë edhe kujdestaren e klasës, profesoreshën Donjeta Bra. Vazhdojmë me radhitjen e njëjtë edhe me klasën 12E. Në fillim i ftojmë nxënësit e dalluar të klasës. Ftojmë Erion Bytyqi, i cili në të njëjtën kohë shpërblehet për suksesin e tij të dalluar në klasë. Erza Delova, e cila në të njëjtën kohë shpërblehet për suksesin e saj të dalluar në klasë. Lorent Hoti, në të njëjtën kohë shpërblehet për suksesin e tij të dalluar në klasë. Medina Shehu shpërblehet edhe për suksesin e saj të dalluar në klasë. Ndërsa për sjellje të dalluar në klasën 12E e kemi Alpi Racaj. Kemi prit qatë, kemi prit 3 vjetë për këtë qast, veç për mi gjujt kapelë. E tash, për të bërë këtë qast që do të mbahet mend për shumë vjetë me ra. Ftoj të gjitha klasat që edhe të hypin në podium, nëse nuk kanë vend, le të krijojnë vend edhe në pjesën e poshtme
dhe të gjithë të bëhemi gati për momentin e shumë pritur. Vazhdojmë të gjitha klasat këtu përballë nesh. A jemi gati ajo? Ja, s'ke fort, a jemi?